Tash në Kosovë më shtrajt veza se sa vet pula, ani pse qeveria në ikje fliste për stabilitet ekonomik, të dhënat e fundit tregojnë një realitet krejt tjetër. Çmimet e konsumit në Kosovë vazhdojnë të rriten përderisa çmimi i vezëve arrin deri mbi 6 euro. Të dhënat e fundit nga ASK-ja tregojnë se çmimet e konsumit janë rritur për 5.1% në tetor të vitit 2025, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Ndërkohë inflacioni mujor ka qenë 0.6%, duke treguar se valët e shtrenjtimit po vazhdojnë edhe gjatë dimrit. Këto statistika me njerë kalua në raftet e dyqaneve e që përëndojnë maksimalisht jetën e qytetarve. Nga një fotografi e publikuar së fundmi treguohet se për 30 copë vezë të kuqe pule çmimi ka shkuar në 5,45 euro, e nëse zgjedhim vetëm pak prodhuesin ka çmimin në 6,39 euro. Pas krejt këtyre rritjeve të çmimeve, Albin Kurti dje deklaroi se në Kosovë nuk ka krizë ekonomike, prandaj sipas tij edhe nuk ka protesta të qytetarëve, ndërka çmimet e ushqimit, energjisë dhe shërbimeve bazë po rriten vazhdimisht, ndërsa paga mesatare dhe fuqia blerëse nuk po e ndjekin këtë ritëm. Nëse ky trend vazhdon, dimri 2025-26 mund të jetë ndër më të shtrenjtë për familjet e Kosovës.